Edi Rama në fjalën e tij, përveç se mbrojti veten në të gjitha mënyrat, duke përdor administratën, duke përdor rolin dhe misionin e saj në një shtet, duke përdor edhe ndershmërinë dhe dinjitetin e saj, Edi Rama sulmoi në mënyrën më të verbër drejtësinë, institucionin e akuzës dhe gjithçka vërtitej rreth tij personalisht, i vetëdijshëm se është tashmë në rreth të kuq. Mashtroi në mënyrën më të paskrupull. U tha shqiptarëve se ministrat, zëvendës kryeministrat apo kryeministrat, në Gjermani japin dorëheqjen si detyrim moral, por kjo nuk ndodh në vende tjera, ndodh vetëm në shtetin ligjor të avancuar dhe të konsoliduar të Gjermanisë. Një mashtrim e bisht. Jo larg, por nga viti 2009, vitin 2013, në Shqipëri, kanë dorëzuar imunitetin, kanë dhënë dorëheqje zëvendës kryeministër, ministër, është heq imuniteti për disa imunitar të tjerë. Ky mendon se të tjerë të vuajnë nga amnezia. Edi Rama, në ekspozen e tij, bëri mbrojtjen, avokatin e akshit. Siç e vu tre, i gjithë fjalimi i tij përqendrohej tek integriteti i lartë i mirëlindës së akshit dhe si prova për këtë integritet paraqiste se ajo banon në një pallat me qera dhe se nuk din t'i jap makinës qesharake. Në fakt, Linda nuk është gjë tjetër vetëm prestanome e lindës tjetër e gjysmës më të mirë të Edi Ramës. Edi Rama e ka shumë të qartë se kopshti privat kishte një kopshtar dhe ky është Edi Rama. E ka shumë të qartë se në dosjet e prokurorisë, kopshtarja private e këtij kopshti është Linda Rama. Ndaj dhe ai i sfazuar u përpoq të përdor çdo lloj argumenti absurd për të akuzuar prokurorin për veprimet që ka ndërmarrë. Por Edi Ramën, antikorrupsioni, kur çelohet ai dhe rrethi i tij është më i rrezikshëm se vetë korrupsioni. Për Edi Ramën, integrimi europian nuk mund, për shkak të integrimit europian, lufta kundër korrupsionit është një herezi, po jo një kusht vendimtar për këtë proces. Për Edi Ramën, reforma në drejtësi duhet të psojë ndryshime të thella, të shumanshme, në mënyrë që t'i përshtatet kontrollit të tij mbi këtë reformë. Të dashur miq, sot në të njëjtën kohë kur ai fliste në Parlamentin Evropian, parlamentar të nderuar kishin një seancë debati për Shqipërinë, në të cilin u deklaruar se krimi dhe korrupsioni në Shqipëri ka kapur nivelet më të larta të pushtetit dhe për secilin prej jush është e qartë se nivelet më të larta të pushtetit janë Edi Rama, Belinda Balluku dhe kukulla e tyre në presidencë Harambegaj. Në Parlamentin Evropian, në të njëjtën kohë, u kërkuar në mënyrë të prerë heqja e imunitetit dhe dhënia e drejtësisë Lubi Ballukut. U kërkuar kurzimet të forta për Shqipërinë në procesin e integrimit.
dhe heqja përfundimisht dorë nga mandamentet dhe ligjet me të cilat Edi Rama don të mbrojë veten e tij, familjen e tij, bashkëpunëtorët e tij. Pra, ky kryetar i organizatës kriminale sot vendosi veten në pallatin presidencial në bangun e akuzës dhe me katarët e tij 83 mandatet e krimit i kishte vendosur rreth tij tek fliste, tek mbante mbrojtje ndaj vetës, familjes dhe njerëzve të tij më të afërt nga drejtësia. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ka vetëm një zgjidhje. Zgjidhja jeni ju, është guximi juaj, është vendosmëria juaj, është trimëria juaj në një mision historik për të shpëtuar Shqipërinë nga kjo organizatë kriminale që po e rënon atë çdo ditë më shumë. E shtuna, në ora 6, është dita juaj, është dita e qytetarëve të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, dita e goditjes më të rëndë të narko-regjimit dhe kreut të tij Edi Rama.